Unë që flas, jam ngritur kur babai im i ndjer, që ishin nga njerëzit më të nderuar, më të njohur në Tiranë, në Shqipëri, ndroi jetë në Vjenë. Nga kafshi i Mëlçisë, sepse mjekësia në nivelin ku e ke lënë ti, e kuronte për ulçër o pler. Më erdhi sinqerisht keq dhe përpara se sa të përgjigjesha, u interesova për rastin. I ndjeri babai i këtij djalit nuk ka shkelur asnjëherë në asnjë spital publik të Shqipërisë, po fillimisht është kuruar në një spital privat, diku këtu e 10 vjet më parë. Dhe djali ka shkuar shumë larg bashkë me valën e këtij revolucionit imagjinar të bulevardit. Urrejtja politike dhe furia e algoritmit e kanë bërë të më fajsoj mua publikisht pas 10 vjetësh kur jati që nuk u shërua dot në Tiranë nga kanceri i Mëlçisë dhe ndroi jetë në Vjenë, kthehet në skenë për t'u përdorur si mish për top. Dhe si babai im, janë me mira shqiptarët që vuajnë, që bëjnë cirqe botës, sepse shëndetësia është atë pikë që ti e ke lënë në këto 13 vite qeverisje, sepse i keni vjedhur gjithë paratë. Këtu shkon edhe më tutje djali, i bën mira e mira shqiptarët që sipas tij vdesin rrugëve të botës, sepse në këto 13 vite shëndetësinë e pas kam kthyer unë në pikën e vdekjes, ndërkohë që transformimi i dekadës fundit në shëndetësi është epokal, më i madh se sa i të gjitha viteve të mëparshme të mbledhura së bashku. Dhe këtë nuk e them unë, po e thon faktet, ndërsa unë them po, shëndetësia ka nevojë për shumë më shumë akoma. Dhe ti ke guxim të thuash popullit fuck you. Po populli ta ka thënë me kohë, çat keq ku ti maj pragu derës. Mos e kruaj me popullin. Mos i jep gojës. Ik një orë më parë. Bollu talle me njerëz. Bolli linçove njerëz një nga një. Jo popullit, jo. Jo popullit, se as ky djali dhe as ata që u djega jo fjala pasi më akuzojnë dhe më shajnë si të dalë duarsh dhe mëndsh, as nuk janë populli, as nuk flasin dot në emër të popullit, sepse populli flet vet kur i vjen radha. Dhe ka folur kur ishte dita, do flas përsëri kur t'i vi dita, ndërsa ata njerëzit një nga një askush nuk i ka linçuar. Thjesht janë ekspozuar për t'u çmaskuar me fakte si individ shoqërisht rrezikshëm apo si manipulator të paskrupullt. Jo me shpifje, jo me sharje, si këto llafet më të ulta të rrugës që janë bërë tani norma e ditës dhe që në këtë rast turpërojnë dhe babain e ndjerë. Është e turpshme që një kryeministër ende në detyrë të nxjerrë ato video, ato foto të njerëzve privat që kanë 1000 halle. Jo, asnjë video dhe asnjë foto private, njerëzish privat, po materiale publike, individësh disa fytyrë që nuk kanë 1001 halle, po kanë agenda lloj-lloj për të manipuluar publikun, duke gënyer dhe besuar dhe vet gënjeshtra e tyre se ashtu ua do puna. Njësoj si ky djali këtu. Ti hyp helikopterit, ti dhe familja jote, kush janë njerëzit puna jote, drejtues së shtetit, hypin avionit, kurojnë jashtë. Që mbylleni gojën, të paktën mos kalojnë në këtë grad, sepse do e ktheni personale me çdo njeri që është aty. Kush e di më këm gatron, po unë personalisht jam shtruar 2 herë dhe kam bërë 2 ndërhyrje në trupin tim, në spitalin shtetëror, ndërkohë që familja ime kur s'ka përdorur as helikoptera, as avion, as fondet shtetit, as për hall dhe as për qef,